Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mësoje tani, ja se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani rush të zi çdo ditë për një muaj. Rushi është rritur mbi tokë prej mira vitesh dhe ke ardhur në ndihmë njerëzve jo vetëm për ushqim, por edhe për shëndet. Rushin e gjejmë në varietete, në madhësi dhe ngjyra të ndryshme. Rushi i zi në veçanti është ndër më të pasurit me antioksidantë të cilët mbrojnë organizmin nga shumë probleme të ndryshme. Përpos antioksidantëve, rushi i zi është i pasur me fibër, vitamina dhe minerale, dhe në këtë video do të mësoni arsyet kryesore përse ekspertët këshillojnë konsumin e rushit të zi në dietën tuaj, ku sipas Brejtësaj do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i përditshëm i rushit. Rushi ndihmon gjithashtu edhe në menaxhimin e luhatjeve tuaja të sheqerit. Antioksidantët e rushi i zi përmirësojnë aftësinë e trupit tuaj në përdorimin e glukozës dhe në uljen e niveleve të sheqerit. Kujdes, nuk bëhet fjala për personat që vuajnë nga diabeti. Për më tepër, rushi ka nivele të ulta glicemike, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe për personat që kanë simptomat e para të shfaqjes së diabetit. Një tjetër përfitim që do të merrni nga konsumi i rushit të zi është edhe aftësia e tij që ka për shëndetin tuaj të zemrës. Antioksidantët e rushit të zi luftojnë gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira të cilat shkaktohen edhe nga sëmundjet e zemrës. Antioksidantët e rushit të zi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacionit, por do të përmirësojnë gjithashtu edhe funksionet e enëve të gjakut. Rushi është një produkt shumë i mirë për shëndetin tuaj të trurit dhe mund t'i japë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt, duke ndikuar pozitivisht në menaxhimin e simptomave të tij. Antioksidantët e rushit luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humorit dhe rënies së aftësive të kujtesës. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për të menaxhuar problematikat e tij. Rushi ka efekte pozitive edhe në shëndetin tuaj të syve. Studimet kanë treguar se njerëzit që jetojnë në zonat e mesdhehut janë më pak të rrezikuar nga formimi i perdës së syrit dhe problemeve të shikimit. Kjo atribuohet kryesisht edhe rushit, pasi ndihmon edhe në përmirësimin e elementëve ushqyes të shëndetit të syrit. Rushi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për një gjumë më të rehatshëm. Ndonse të kufizuara studimet tregojnë se rushi mund të përmirësojë gjithashtu edhe vlerat e shkëlqyera të melatoninës. Ky hormon ndihmon jo vetëm për ardhjen e një gjumi më cilësor, por edhe më të shpejtë. Ekspertët thonë se ngrënia e rushit të zi në mbrëmje përmirëson kështu cilësinë tuaj të gjumit. Rushi i zi mund të përdoret në sallata të frutave i kombinuar me lëngje, i ngrënë me kos ose veçmas për shëndetin tuaj. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt natyral do të sjellë rezultate të kënaqshme edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Rushi është një nga zgjidhjet më të mira me element të rëndësishëm ushqyes. Mund të ndihmojë shëndetin e zemrës. Rushi mund të përmirësojë shëndetin e zemrës në disa mënyra, si për shembull, të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Një filxhan me rush përmban 6% të vlerës ditore të kaliumit, mineral i rëndësishëm për të mbajtur në nivele të shëndetshme presionin e gjakut. Provat kanë treguar se kaliumi ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Rushi mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit. Komponentët e gjetur te rushi mund të mbrojnë kundër niveleve të larta të kolesterolit dhe të ndihmojnë në përthithjen e elementëve ushqyes. Një studim 8 javor me 70 njerëz me kolesterol të lartë tregoi se ngrënia e 3 filxhanëve ose 500 gram me rush të kuq në ditë ndihmoi në uljen e niveleve të kolesterolit, sidomos rushi i bardhë nuk pati të njëjtin efekt. Ka përmbajtje të lartë të antioksidantëve. Antioksidantët janë përbërës që ndihmojnë në riparimin e qelizave tuaja të shkaktuara gjithashtu edhe nga problemet tuaja të niveleve të lira. Rushi është i pasur me antioksidantë të fuqishëm, përqendrimi më i lartë i të cilave gjendet te lëkura dhe farat. Megjithatë, faktorë të shumtë mund të ndikojnë në qëndrimin e tyre, duke përfshirë varietetin e rushit, pjekurinë, ruajtjen pas vjeljes dhe faktorëve të tjerë mjedisor. Rushi është një zgjidhje shumë e mirë për përmirësimin e kujtesës, vëmendjes dhe disponimit.
Ngrënia e rushit mund të përmirësojë kujtesën dhe shëndetin e trurit. Një studim 12 javor me 111 të rritur të moshave të ndryshme tregoi se marrja e 250 mg të suplementit të rushit në ditë përmirësoi ndjeshëm rezultatet e testeve që matën vëmendjen, kujtesën dhe gjuhën, krahasuar me vlerat bazë. Rushi është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Duke konsumuar atë çdo ditë, ju do të merrni përfitime të larmishme, të cilat do të sjellin gjithashtu edhe rezultate të mira në imunitetin tuaj. Rushi është arritur mbi tokë prej mijëra vitesh dhe është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin e përgjithshëm. Të konsumosh rush çdo ditë do t'i ofrojë trupit edhe shumë lehtësime, vlerat e të cilit mund të jenë të larmishme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Rushi është një nga frutat të cilët mund t'i ofrojnë edhe trupit vlera të dyantshme të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në aspektet tuaja ushqyese. Së pari, rushi përmban pak kalori, duke qenë edhe shumë produktiv, mjaft i mirë për personat që kanë nisur një dietë të caktuar ose për ata që duan të bien nga pesha. Mirëpo, rushi përmban sasi të konsiderueshme të karbohidrateve, ndaj nuk është i këshillueshëm të konsumohet për personat që vuajnë nga sasia e lartë e sheqerit në gjak. Rushi është një zgjidhje praktike për dietën tuaj dhe mund t'i japë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Rushi përmban nivele të larta të vitaminave dhe mineraleve, sodiumit, kaliumit, zinkut, vitaminës A, gjithashtu vitaminës B. Edhe pse këto lëndë janë në sasi mjaft të vogla në organizëm, sërish janë të domosdoshme edhe për mirë funksionet më të mira të organeve dhe sistemit tuaj imunitar. Mjafton të përmendim gjithashtu edhe vitaminën C që kontribon drejt për së drejti në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Së treti, në lëkurën e rushit gjenden lloje të ndryshme të antioksidantëve, të cilat do të sjellin gjithashtu element ushqyes të rëndësishëm për trupin tuaj, të cilët e mbrojnë atë kundër radikaleve të lira dhe përmirësojnë gjithashtu drejt për së drejti imunitetin tuaj. Rushi përmban elementë të cilët mund të ndihmojnë edhe në pasurimin e dietës suaj me flavonoide. Gjithashtu edhe farrat e rushit kanë veti të larta antioksiduese, por nuk këshillohen për të sëmurët që kanë patologji të problemeve të zorrës së trashë. Konsumi i rushit në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Së pari, rushi nuk duhet të konsumohet nga personat që kanë edhe probleme dhe shqetësime të theksuara të shëndetit dhe vuajnë nga sheqeri i lartë në gjak. Rushi përmban shumë vitamina. Një arsye pse rushi është një aleat i çmuar i shëndetit ka të bëjë ndjeshëm edhe me pasurinë e acideve yndyrore dhe vitaminave natyrale që ai përmban. Gjysmë kilogrami me rush do të sigurojë 1/4 e marrjes ditore të vitaminave K. Vitaminë e treshme në yndyrë jetike gjithashtu edhe për menaxhimin më të mirë të shëndetit tuaj. Rushi përmban nivele të mira të kaliumit në shëndetin tuaj, që do të sjellin kështu rezultate të kënaqshme edhe në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Rushi është i pasur me antioksidant me veti pozitive në mbrojtjen e organizmit. Stresi oksidativ është shoqëruar me disa sëmundje kronike, duke përfshirë këtu diabet, probleme me zemrën e të tjera. Rushi mburet për nivelin e lartë të antioksidantëve që ndihmojnë kundër këtyre shqetësimeve të rënda. Ai mund të ngadalësojë pllakjen dhe të nxjisë gjithashtu edhe jetëgjatësinë. Elementet që përmban rushi janë një ndihmë shumë e mirë edhe kundër problemeve të pllakjes, duke siguruar kështu element të mirë ushqyes edhe kundër këtyre shqetësimeve. Është e rëndësishme që rushin ta konsumoni me moderi në dietën tuaj për të evituar kështu edhe komplikacionet që do t'i kanosen shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.